Nuk po besohet që më në fund ku bu bjonde. Şimdi sarı yapacağız ama buralara kadar nasıl geldik onu da anlatalım. İnsanlar da bilgilensin biraz. Më në fund erdhi momenti për të bërë bjonde, thot, po le të tregojmë pak njerëzve dhe se çka kemi hiq për me ardhur deri këtu te kjo pikë. Për si fillim, Dona kur ka ardhur, i ka pas flokët e zeza, ka pas dëshirën me u bë bjondin që në fillim, por kjo gjë ka qenë e pamundur normalisht. Si fillim kemi bën naturalitetin e flokut, ngjyra natyrale, mos më u dëmtu floku normalisht. Fevziu po thotë jetë, unë dua ta falenderoj Donën, thotë që i gjej veçanërisht këshillat e mia, thotë që i thash nga e zeza direkt për të bërë bjondinë është shumë e vështirë, floku lodhet shumë, edhe e falenderoj shumë thotë për mirëkuptimin që pranoj që ta kthejmë një ngjyrë në natyrale, ta trajtojmë sa më shumë që këtë herë që duam të bëjmë nuancën e bjondes mos na ndaloj asgjë. Ti për ndryshimin? Si po duket? Fiks ngjyra që e kom dashur. Ekstrem shumë pëlqen Me shëndet. shumë bukur, faleminderit shumë.